Të darë shikues, rikthehemi në studio dhe flasim për një temë tjetër shumë interesante. Flasim pak për nismen kompjutera për krejt që po vazhdon të mbështesin nxënësit që ka nevojë për pajisje digjitale. Është Ardita Kadriu nga organizata Flosk, e cila është këtu për na të shpjeguar se si shkon e gjithë kjo. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, Ardit. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për juve. Kënaqësi me nis ditën me juve. Kënaqësi edhe për neve sigurisht. Me folë për një iniciativë të tillë që na u duk shumë interesante. Po, e përmendëm në fillim. Edhe në fillim e përmendëm dhe realisht ka plot fëmijë apo jo njerëz, familje që nuk ka mundësi fëmijëve të tyre me siguru këto pajisje elektronike, pajisje digjitale që sot pothuajse janë të domosdoshme, apo jo për mësim, për detyra, për punë, nuk e di nëse po synoni veç për fëmijë, sidomos të shkollës së mesme, fillore mesme apo edhe për studenta sepse edhe atyre ju duhen shumë. Tregona vetë për këtë ide. Përgjithësi, ditën e sotit dihet që laptopi, një kompjuter personal nuk është që është diçka luks, por është diçka që është e nevojshme për secilin prej neve. Edhe na kena nis këtë iniciativë kampanjën kompjutera për krejt në dhjetor të vitit kalum, duke vazhdu duke mbledh laptop qoftë prej individëve apo kompanive të ndryshme të cilat i donojnë në Flosk. Në organizatën tonë, mandej na i ripunojmë në to edhe mane i bojmë gati për me i dërgu të dikush që realisht ka nevoj. Herën e kalume kemi mbledh 20 laptopa, ku 12 prej tyre i kena dërgu të shkolla teknike Skënderloa Rasin në Suharik. Mane i gjatë masi që kemi shku atje dhe kemi promovu edhe Floskun. Flosku si organizat e promovën Open Software-in. Kështu që e kemi promovu edhe të ta, duke i tregu edhe duke i majt një mini workshop rreth Linuxit, që është një open source software, mandej ata me mujt me punu prej qasaj. Edhe tash jemi duke mbledh laptopa, në Flosk çdo të mërkure mbledh me, për arsye se Flosku si organizat punon në baza vullnetare, kështu që gjatë e kemi gjetë një kohë gjatë javës ku ata që i kemi members, do më thonë që janë pjesë e Floskut, antartë, kanë kohë, mas punës tyne, pas punëve që e bujnë zakonisht me mbledh, edhe dje ka qenë e mërkure, jemi mbledh edhe kemi pas një tri nga Graçanica, Vitali, që nga ka shkru email, nga ka dërgu edhe ka kërku që me ja gjithë një laptop se nuk është që ka pas. Na ja kemi mundësu edhe ka ardhje ka marrë. Është i komunitetit shqiptar a Jo, është i komunitetit serb. Okej, shumë. Edhe ju ka gjithë ju ka shkrujt? Po, na ka shkru edhe mandej na kemi bashkëpunu bashkë me Wikimedianet e gjuhës shqipe që na kanë dënu disa laptop, mandej ja kemi bo gati një prej laptopve, normal kemi ripërpunu, kemi forcu pak laptopin, edhe mani ja kemi dhuru. Se kjo më qëtë pyta për komunitetin është e parancishme, po me interesoj dhe më thonë që shumë bukur, po edhe ka informatën. Se ka po këto si penges, pra ka dasht, thjesht ka pas një nevoj, ju ka gjithë juve dhe ka me mora të për... Na si Flosk jena të hapën për krejt, kështu që normal çdo i rinë Kosovë dhe ajo është qytetari i Republikës të Kosovës, kështu që ka drejtën. Normalisht. Ajo sot diskutem. Ardit, është shumë interesante dhe shumë bukur që vërtet është një iniciativë e tillë që është ndërmarrë dhe që po pajisen të gjithë nxënësit me pajisje të tilla, sepse nuk e di dje ose par dje më pyti djali im, tha, me qka ke mësu ti, për shembull, tha, ke mësu me iPad, me laptop, a me qka vone kemi pas desktopin, edhe nuk e perceptojnë të dot, edhe tha, po, cilën do shta i kështë pas mas qefti me punu me to. A kanë mundësi edhe nxënësa sot me zgjidh, për shembull, dikush nëse don iPad, dikush preferon laptopin, sepse i vjen më lehtë. Si është e rregulluar kjo? Ajo mandej varet prej atyne që i marrim na donacion. Se krejt që to vinë prej një palë tjetër, vinë të na dhe na jena thjesht dikush që përpunon që ato dhe e mundësën me ndodhë. Na jemi duke kërku ende, e kena dhe linkun në bio në Instagram, ose në website të Floskut, gjithashtu mundën me na shkruaj edhe kompani të ndryshme në emailin info@flosk.org, ku mundën me dhuru çka do pajisje,
qoftë laptop, qoftë iPad, qoftë kompjuter. Nështë në i printer, në i diçka pajisje tjera, po, se gjithashtu na jena të mundu me ndihmu edhe shkollave, se dina që në zonat rurale në Kosovë nuk është që i kanë qatu kabinetet e teknologjisë ose pajisjet e duhuna, kështu që gjithçka munduam me bo për komunitetin përgjithësi edhe për tritin përgjithësi në Kosovë, me ju ndihmu në qato që mundeme, me çfarë do pajisje që aty në i krymë punë. Ama shumë mirë, jeni të ge lujt një rol shumë të mirë, të jashtëzakonshëm. Pra, ju jeni një grup ndërmjetësuesish mes kompanive ose individëve që mund t'i kenë disa pajisje aty të skajuara në përqoshe të zyreve ose të shtëpisë, edhe dikush tjetër po vunë për atë pajisje, në kuptimin figurativ, ka shumë nevojë për atë pajisje, edhe ju mandej e bëni këtë ndërmjetësim. Si mundën pra dikush, qoftë një kompani, qoftë edhe, nuk e di, edhe një individ, se dikush e ka një pajisje të vjetër, pra e ka ble laptopin e ri të vjetër e ka aty, po s'po i kryen punë më. Pra mundet me dorëzu atë edhe a i shkan të dikush që ka nevojë. Edhe kompanit mandej, qysh me ju gjetë? Kompanit munden me na gjetë, munden me na shkru një mail, ose na e kema edhe formin që e kemi hapë, ku munden me plotësu formin edhe na veç i kontaktojna, me thonë në Instagram, ose në Facebook, ose në website-in e Floskut, po edhe nympha@flosk.org, munden me na shkru edhe mandej me vazhdo bashkëpunime. Pajisja du në qenë në gjendje të mirë, gjendje punës. Gjendje të punës, po nuk ka shumë problem. Na kena një laborator mrena Floskut të elektronikës, po nuk është laborator shumë i madh, kështu që jena të mundu me pasënu edhe që ato, që na bashkë që jemi aty, me punu në ata laptopa, mandej me i regullu, qka dhe që ka problem edhe me ja dorëzu dikujt. Si funksionon shpërndarja, Ardit, a ka ndonjë kriter dikush që du të plotësu? Kujt i dedikohen to? Na herën e fundit që kemi pas të shkolla teknike në Suarejkë, Skënder Lua Rasi, një prej kritereve ka qenë që prej që aty në zonësave me konë të zonave rurale, po zakonisht normal nëse kemi një numër caktum laptopve, dëshirojmë ja jap dikujt që ka nështë pak nuda ma të mira, ose diçka që paktën me jep motiv edhe ma shumë që me vazhdu edhe ma shumë. A ka dhe një mënyrë tjetër që është për shembull ngrit një fondet eventualisht për me ble laptop ose pajisje të teknologjisë, pra nuk di, me organizu një ngjarje, me organizu një event, ose me një GoFundMe për shembull, ose një diçka tjetër? Na si Flosk kemi organizatë jo qeveritare, kështu punojmë baza vullnetare, ku shumica absolute janë bazë vullnetare e krejt antarëve tonë. Mandej fondet zakonisht mundohemi prej projekteve të ndryshme që organizojmë. Tash jemi duke organizu SFK-n, Software Freedom Kosova, që ka me konë prej 1 deri me 3 tetor. Është një prej konferencave ma të mëdhaja në Ballkan. Është edicioni 11 që e majmë. Edicioni parë ka qenë 2009, mandej me pauza disa vite ka qenë disa jo. Tash jemi në edicionin e 11, edhe këtë vetë është duke na mbështetë qeveria Kosovës. Mandej edhe sponsora tjerë, se dihet që për 30 konferencë duhet një buxhet goxha i madh, edhe i kemi folësat prej vendeve të ndryshme të botës. Konferenca ka me pas ditë caktume për workshope, ditë caktume për speakers, po në përgjithësi nuk kemi një temë caktume këtë vetë, edhe kemi menu me prek gjitha fushat e teknologjisë cilat e promovojnë open source-in. Sa e madhe është në Kosovë ndarja digjitale dhe cilat pjesë ndoshta kanë më së tepër mungesi? Përmende pak më herët pjesë më rurale, ndoshta atje kanë më shumë? Pjesë më rurale kanë më shumë nevojë për çet mbështetjen me pajisje, qoftë nëpër shkolla, po besoj që edhe individ. Edhe na mundohemi që ato me bo që me rritë sa ma shumë edhe me ju ndihmu sa do që mundemi të rinjve në zona rurale, po edhe në pjesë tjera kush do që ka nevoj. Mirë, është një listë pritjes që i keni aktualisht, kanë apliku një listë njerëzit që thonë, të rive që thonë kemë nevoj për një X pajisje? Po, jemi duke marrë e-mailat, që shtregova dhe Vitali që na ka dërgu e-mailat dhe ka ardhja ka marrë laptopin. Po jemi duke prit për një shkollë në Kamenic, na ka shkrujt
kryetari, drejtori i arsimit në komunën e Kamenicës. Mandej gjatë kësaj periudhe na jemi duke mundu me mobilizu me mbledh disa kompjutera, edhe mandej me shku të një shkollë në Kamenicë edhe mja kriju një laborator teknologjisë, një kabinet teknologjisë, kështu që tash jemi duke punu në atë pjesë. Për shembull, ka një bank ose një kompani e madhe, një institucion i madh që në një moment caktuar vendos me ndru ato pajisje, sepse normalisht duhet me qenë gjithmonë pajisjet në hap me kohën, edhe ato pajisje i dhuron të ju. A keni pas një përvojë të tilla dhe apo e presni apo i thresni edhe për një? Po jemi duke prit një tillë edhe unë iftoj krejt ato kompani që, ose banka, ose qka do që janë që dojnë me hik për përdorimit ato pajisje që i kanë, që me i dhëru të nanë, është ta nuk e ka njësi iniciativ, po besoj që tash munen me një. Po herën e kalume, për ata laptop që i kemi pas, që i kemi dërgu në Suarek, e kemi pas 91 Life, që është një kompani këtu në Kosovë që vepran, edhe ata na kanë dhëru ata laptop që i falenderoj shumë, po presim edhe jena shumë të hapën me bashkëpunu me çdo kompani që dëshiron me i dhuru edhe pse jo me ndihmu dikujt që ka nevojë. E në kryesisht në zanë sa student ata persona që po kërkojnë ndihmë nga ju, apo ka ndoshta edhe familje, persona me aftësi kufizuar ose kategoritë të tjera të cilët po kërkojnë ndihmën? Deri tash kemi pas shumicën 3 që kanë qenë gjatë shkollës të mesme, ashtu duke u bo gati për me hinë me një periudhë tyne tjetër në fakultet, kështu që besoj që ajo periudha është kur një triu nështë ta i duhet gogja ma shumë një pajisje e ti personale, kompjuter, laptop. Deri tani kena pas ma shumë prej moshës 3-14 deri 16-17. Pra mos i lene të pajisjet i ka në përqoshet shpisë ose në përqoshet të zyreve ose të bodrumeve, dhuroni zgjatja një jetën pajisjes, apo jo? Edhe pajisjes edhe letësoja një punë. Absolutisht, sa mirë është me ndihmu dikoj që ka shumë nevoja tje dhe në base ajo pajisje që ju po e dhuroni i bën që me pas performansë shumë atë mirë në shkollë, apo jo? Edhe suksese shumë atë të mëdha. Faleminderit shumë, Ardita që mirë. Është ku alojme, shikues, është edicioni orës 9, rikthehemi ne edhe me pjesën e fundit për sot.